أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të gjitha falenderimet, lavdërimet për uljet e adhurimet janë për Allahun krijuesin ton, kurse selavatet, selamet, përshëndetjet, uratat më të mira, më të përzemërta janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër të pranishëm, vazhdojmë me ligjëratën e radhës, e cila trajton disa gjëra shumë me rëndësi për gjithë njerëzit e sidomos për besimtarët. Në gjumon e kalume kemi ligjëru për 3 gjëra të cilat e shkatrojnë njeriun, e shkatrojnë besimtarin. Dhe ato 3 gjëra, sa për përkujtim, kanë qenë kopratësia, kamaçërlloku, pasimi i egos, i epshit ton, jo i mësimeve hyjnore, po i egos, dhe e kemi shpjegu edhe këto, dhe vetëpëlqimi e treta. Me mendu ti që veprat e tua janë shumë të mira, sikur ti qysh po bën vepra, s'ka kush që punon kësi vepra e kështu me radhë. Vetëpëlqimi pra. Imam Shafiu, një njeri i madh i Islamit, ka thonë: kam shumë frikë se nuk do të më kaploj mëshira e Allahut nëse menoj se jam më i mirë se sa një mëkatar. Imam Shafiu, një njeri i madh, edhe e dina se çfarë vepra ka lënë pas vete, edhe çfarë vepra ka punu, edhe krejt njerëzit e asaj kohe e kanë vlerësu. Por shiqoni se çka ka thonë: kam frikë se nëse veç menja më shkon se unë jam më i mirë se sa një mëkatar, nashta nuk më përfshin mëshira e Allahut, sepse vetëpëlqimi pra na shkatron. Tash të vazhdojmë me 3 gjëra të cilat e shpëtojnë njeriun, besimtarin, në jetën e kësaj bote dhe del fitimtar në botën tjetër. 3 gjërat që e shkatrojnë njeriun kemi ligjëruar pra gjumon e kaluar. 3 gjërat që e shpëtojnë njeriun në ne ka ardhur pra këtu është drejtësia. Nëse besimtari mundohet me qenë i drejtë, në jetën e kësaj bote shpesh hasum problemet ndryshme, sfidat ndryshme, sprovat ndryshme. Edhe ndoshta kur dikush na hidhron neve, apo na fyn neve, kur dojmë na me ju kundërvi ati, pastaj për shkak që ti natit që ai të ka fy, ndoshta ti nuk i kundërvihesh me drejtësi. Një njeri i madh i Islamit tha: kur më ka fy një person, unë kam pas mundësi me ja kthye me ju hakmon, po kam pas frikë se mos po më ndryshon jeti, mos po e bëj veç pse unë fyti, edhe mos po e bëj veç nga inati, jo që po du me vendos drejtësi, po du me ja kthy me inati. Edhe jam nalë se si kundërvi ati. Pse? Se po ndryshon jeti, po e bëj këtë gjanë prej inatit pastaj, nuk po e bëj për shkak drejtësijës. Veç analizone se cili vetë vetën, edhe unë bashkë me juve. Nëse dikush na fyn, ose dikon që e kemi kundërshtor, kur dojna me ju kundërvi ati, për shembull, a jemi të drejt në kundërshtimin tonë ndaj atij,
A mundohemi me qenë tamam të drejt, apo e te i kalojmë kufirin, se qaja egoja i noti në udhejsh prej mbrenda. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që u kthye në Mekë, u çliru Mekka, ishte i fuqishëm, gjithë shokët e tij ishin të fuqishëm, kishte mundësi me u hakmar ndaj atyre të cilët i kishin bë pa drejtësi të mëdha. Po çka tha? Antum at-tulaqa. Ju jeni të lirë, jeni të falur të gjithë. Pra lidhet me kooperacion një gjë që e shkatron njeriu. Drejtësia. Mos me udhëheq tip nga inati. Ja ayyuhalladhina amanu, ka thënë Allah. Kunu qawwamina bil qist, shuhada'a lillah. Walau ala anfusikum. Shiqone këtë ajet madhështor, ku universitetet të mëdha botërore e kanë vendosur në hyrje të universitetit të fjalë të Zotit Manushëm. O ju të cilët keni besu, jeni të drejtë. Jeni të drejtë qoftë edhe kundër vetvetes suaj, edhe prindërve tuaj, edhe të afërmve tuaj. Kur të është në pyetje drejtësia, jeni të drejtë. Mundohuni të jeni sa më të drejtë. Mos me bë pa drejtësi, sepse pa drejtësia na çon në shkatrim. Nëse një njeri në jetën e kësaj bote mundohet me qenë i drejtë, mundohet me gjyku me drejtësi, mos me bë pa drejtësi, ai do të jetë i shpëtuar, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Qysh në këtë botë? Në këtë botë e fiton lumturinë. Allah e mbjedh lumturinë në zemrën e tij. Dhe në botën tjetër, padyshim se për ta është xheneti. Janë shkatruar popuj të ndryshëm që kanë qenë para nesh, kështu na është transmetuar. Për arsye se kur bënte një mëkat i pasuri, ose një njeri me pozit, e lironin, ama kur bënte dikush që nuk ishte pozit, apo ishte i varfër, e zbatonin ligjin. Pra pa drejtësi e madhe. Pejgamberi alayhis salam po na edukon se kështu shkatërrohet ummeti, kështu shkatërrohet shoqëria. Allahu po na thot të drejtë qoftë edhe kundër vetvetes suaj. A jemi ne të drejtë? A mojna na me dëshmu kundër vetvetes sonë? Me thonë gabim jam konë në kështu, unë e meritoj me më dënu këto. A konë do një kryetor në botë, në jetën e kësaj bote thash, që delë dhe thot, filan punën e këm bo gabim, meritoj me më dënu, filan punën e këm bo gabim, filan punën. A konë do një hoqë, që delë dhe thot, filan fetvojen, kam gabu, pas na gabu. Jam tërheq nga ky mendim. E kum ndryshu këtë mendim se gabim pas na qenë. Njohim shumë hoxhallore dhe vetë jemi ndoshta pjesë e tyre, që i ndryshojmë, se ndryshon njeriu. E ndryshon mendimin. Po a je qaq i drejt ti me dëshmu kundër vetës tonë, me thonë që filan çështjen pas na gabu, më falni xhamat. Nuk e pas na pos mirë çdo. Apo vetëm e ndryshojmë fshehur aze mendimin. Prandaj ka orë në disa transmetime që do t'jetë prej xhenetlive imami i drejtë. Pse kështu me orë? Pse kështu me thonë? Pse kësi fjalije me pos? Sepse pas ka mundësi me pos edhe prej besimtarve, edhe prej imamve, që ndoshta kanë pa drejtësi, Allah na rujt. Kjo pra e para. Me qenë drejtësia pjesë e jona. Nëse jemi të zemrum, mos me gjyku. Sa herë që gjykojmë kur të jemi të zemrum, do të pendohemi kur të jemi të qetësum.
sepse kur je i zemruar është shumë vështirë ti me gjyku me drejtësi, sepse të udhëheq egoja e brendshme që kemi shpjeguar gjumon e kaluar. E dyta që e shpëton njeriu është mesatorja. Mesatorja edhe në sadaka, edhe në ndihmën ndaj të tjerëve, sadaka. Allah në Kur'an tha, mos e bëj dorën tënde të mbyllur, po as mos e liro të gjithë të tërën, e pastaj të mbetësh duar thot, pra t'jesh mesator. Transmetohet se ata njerëz të cilët janë mesator, japin kur duhet me dhonë, japin me mos. Mesatorja, nëse njerëzit i udhëheq mesatorja është pjesë e pejgamberllëkut. Domethënë cilësi madhështore nëse posedojmë mesatorën. Mesator në pasuri do të thotë që ti kur ki pasuri me falenderu Allah, po edhe kur t'jesh i varfër në gjendje jo të pasur, ti prap me bo sabër dhe me falenderu Allah. Zemra e lirë është ajo zemër e cila as nuk është e lidhur krejtësisht me pasurin, po as nuk është e liruar nga ajo. Është mesatare. Një njeri i madh i Islamit ka qenë i pasur. Edhe sa herë që bënte mirë edhe e lavdronin të tjerët ai çonte. Edhe thoshte, kam frikë se ndoshta do të më shkatërrohet kjo vepër, për shkak se po më lavdrojnë të tjerët. Për këtë arsye, këtu dietarët kanë thonë, edhe kur t'japsh duhet me dhonë, padyshim sa më shumë me u mundu fshehtas, po edhe me mos me dhonë. Me mesatorën, pra me të udhëheq mesatorja. Dhe e treta, ne për që dytën për sadako, s'kena nevojë hiç me thonë me na udhëheq mesatorja, se na as të paktën nuk e japmi. Janë të rrolla ata të cilët dhojnë shumë, e po desh kam i thonë jo, do të mesatorja me të udhëheq. Sepse neve një varfër me na orë na thojnë aja s'pas me tima valla. Kupton që kjo na udhëheq neve. Nuk ndodhe kundërta. Me thonë s'pas me trosha, s'pas me tima, do me thonë na udhëheq me olta. Prandaj ndoshta edhe nuk është koha, edhe nuk jemi të nivelit na me thonë që duhet edhe sadak me thonë, mirë me sadak. Dhe e treta është frikë respekti ndaj Allahut madhnushëm, si haptas ashtu edhe në fshehtësi. Kjo është shumë me rëndësi. Ata njerëz të cilët kanë frikë respekt ndaj Allahut madhnushëm, edhe kur janë publik, edhe kur janë para kamera, edhe kur janë në fshehtësi, ata do të jenë në hijen e Zotit madhnushëm, në ditën kur nuk do të ketë hije tjetër përpos hijes së Tij. Frikë respekti, droja ndaj Zotit madhnushëm, nuk duhet me ushu, pse shuhet prezenca e syve të njerëzve. Sa prej nesh jemi njëjtë, sikur jemi në publik, sikur jemi në fshehtësi kur s'na sheh askush. Sa që dietarët kanë thonë, nëse ti një mëkat e ban në fshehtësi, veç pse s'po të shohin njerëzit,
edhe nëse është mëkat i vogël, që kjo ndjenja jote edhe që kjo analiza jote që ti po e bën këto, se s'po më shohin të tjerët, është mëkat i madh, sepse Allahu të sheh vazhdimisht. Hasan el Basriu, një njeri i madh i Islamit që i kalon trashëgimi të madhe kësaj feje, edhe mësojmë shumë prej tij, edhe nuk ka mundësi me lexu një besimtar, një hoxh, dikush literaturë islame pa u përmend ky emër. Hasan el Basriu e kanë po njerëzit duke qajt një moment në xhami i vetëm, kur kanë hyrë njerëzit e kanë po duke qajt. Edhe kanë thonë, pse po qonë? Ti një njeri i devotshëm, ti një njeri i madh. Ai ka thonë, po qoj sepse kur po jam në publik, po bëj vepra të mira, edhe po e kam motivin me bë vepra sa më shumë. Po kur po jam vetë në fshetësi, kur s'po më sheh askush, nuk po bëj vepra si kur po bëj në publik, edhe kur po janë të tjerët praneshëm. E unë kam dëshirë që me qenë i devotshëm, që ashtu qysh jam në publik, edhe kur jam në fshetësi. Prandaj është, sado që na duket e thjesht, është kogja e vështirë, që na me eduku shpirtin tonë, zemrën tonë, që na, edhe kur jemi në fshetësi, me bon vepra të mira. Edhe me qenë halo ma produktiv, edhe halo ma frikë respekt ndaj Allahut, se sa kur jemi në publik. Nëse ka shumë publik, kënon Kur'an me një zonë shumë ma të bukur, shumë ma të mirë, po nëse ka shumë pak, thu, e kaloj pak ma shpejt. Allahu na ruaj. Allahu na përmirësoj gjendjen tonë. Nëse këto tri cilësi na udhëheqin neve, do të jemi prej atyre që shpëtojmë në këtë botë dhe në botën tjetër. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum.